Bismillahirrahmanirrahim. Po vazhdojmë të flasim edhe më tutje për surën Muzammil. Surja e atij të mbështelurit pejgamberit ton alayhis salam. Ai është akteri kryesor për brenda surës. Mirë po, rrjedhimisht edhe për neve. U mundum shkurtimisht me të disa meditime, od kuris me Rabbik, normalisht mësime ka pafund, tek dietar tek sura Muzammil ka mësime nga ana juridike, kështu me radhë mirë, po ne jemi mundu vetëm disa meditime kështu gjalla, lëvizëse, nëpërmjet se cila edhe frymëzohemi, edhe i bëjmë dobi shoqënisë, organizohemi, rizgjohemi, ringritemi për ta bërë më të mirën për popullin e për shoqërinë. Pra, jajul Muzammil i vjen gjithmonë halli yt me qenë populli. Halli yt me qenë titri. Me një Allahut më shumë do të flasim kur do mundohemi shkurtimisht një apo peisazhin surës, si ligjërat e fundit. Rabbul Mashriqi wal Maghrib, madhështinë e Zotit, plot fuqishmërinë e tij, gjithë anshmërinë e tij, edhe mbi zotrimin Allahut mandum mbi çdo gjë. Edhe Rabbul Mashriqi wal Maghrib, sikur na thot universi, libri i universit për brenda librit tim, flet gjithçka edhe çdo kund, çdo ku, ndaj çdo njerit për jush, për mu. La ilaha illa hu, si rezultat edhe si detyrim ndaj kësaj është adhurimi Allahut mëndum. Pra, Rabbul Mashriqi wal Maghrib, sikur ta mëson metodologjinë e jetës. E ajo është adhurimi Allahut mëndum, gjithmonë në përpikëri me frymën edhe jetën e pejgamberit alayhis salam. Fattakhidhu wakila. Rabbul Mashriqi wal Maghrib, la ilaha illa hu, nga mbizotrimi, nga urdhri për adhurim, fattakhidhu wakila. Gjithmonë ajo parulla, gjithmonë ai mbrojtësi, gjithmonë ajo shtylla, gjithmonë ai vendi, kështu në mënyrë figurative, dhe thithë Allah i mandum, fattakhidhu wakila. Fattakhidhu wakila nuk i vjen veç merë mbrojtës, merë adin edhe garantus. Pra për çdo punë që e bën, për çdo sakrificë që e jep, fattakhidhu wakila. Le të jetë garantusi i asoj sakrifice, i shpërblimit, të cilën do ta marrësh do të takohesh me atë ditën e kiametit, Allah i mandum, fattakhidhu wakila. Për çdo gjë që e jep, për çdo vepër që e bën, e që nuk shihesh në kamera, e tjerë nuk lavdrojnë, fattakhidhu wakila, Allahu merr garantus, e ke nënshkruani beslidhe, jajul Muzammil. Kumi lejla atë natë kur falesh atje nuk çojnë. Nuk ka kamera, asnjë kamera që ta afrojnë trupin komplet, fattakhidhu wakila, Allahu merr garantus. E ke nënshkruani beslidhe të fshehtë. E ke qitat në nënshkrimin në fund, e ke vendos fattakhidhu wakila, Allahu merr garantus. Po edhe merr garantus fattakhidhu wakila në mënyrë që durimi me qenë stabil. Wasbir ala ma yaqulun. Wasbir folje urdhërore ala ma yaqulun, ndaj asaj që ata në vazhdimsi thonë ndaj teje. Pra le të jetë burimi i qëndrueshmërisë sate, fattakhidhu wakila. Ai garantusi sipër, Allahu i mëndum. Ma që ke nënshkruar marrëveshjen, ama para prakisht ja ke lexuar ndënën. Ndër tjera është ta donejnë thuhet shumë ke me pas lëngata rrugës. Shumë kanë me shpif për ty. Çdo media ka me shkruar për ty. Muhamedi është gënjeshtar, Muhamedi është magjistar. Ke posot këto media tona një çet pastaj tjerat me njerë sikur me kon copy paste. Në moment dalin ato. Diçka folet për musliman, krejt mediat. Wasbir ala ma yaqulun. Ndër tjera është kjo sure, kjo ajet, kjo fjalë, kjo mënyrë, kjo çështje të jap edhe këtë. Wahjurhum hajran jamila, edhe largoju atyra, mo largoju kështu në mënyrë të mund dinitoze. Mos e ull kryt, të mund jamila, duke qenë krenar. E si bëhet njëri krenar duke nëpërmjet veprës, nëpërmjet punës, nëpërmjet veprimtarisë, e kështu me radhë, e tregon kundër të asaj çka ta thojnë. Pasi largohu prej tyre, jo në kuptimin e mendjemasisë, fodollokut, wahjurhum hajran jamila, vazhdoni ju se na ose ma mi me thonë, për neve flet vetë puna jonë. Nuk ka nevojë na me mbrojt vetën. Për shembull,
atë që e bën Hoxha Elvis Naçi për shembull aty në Shqipërinë të ndashur, me punën e tij, nuk ka nevojë hiç me mbrojtat, ose Islamin nëpërmjet atij. Flet vetë puna e tij, vetë morali i tij, vetë sakrifica e tij, mënyra se si qaset një problemi, e një akuzë e kështu me radhë, ose njerëz të tjerë, ose për shembull në kuptimin e aktivitetit të sakrificës, e pagjumësisë e kështu me radhë, për shembull profesor Sabohu është i parë rreth shumë unikal. S'ka nevojë me mbrojtë Islamin nëpërmjet tij se flet vetë veprimtaria, sinqeriteti, e burrnia e kështu me radhë. Osbir ala ma yaqulun bien ti dora mo dora duke qenë i qëndrueshëm, duke qenë parimor, duke qenë çashtu qyshi, çashtu ata qysh njohin. Për shembull kur pejgamberi alayhis salam ka shkuar në Medinë, ja ka lënë amanetet Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, nuk i ka marrë vëllezër me veti, ku me di sa punë është ta ke shkrim ato, se ka pas në kapital të madh ato, sepse kokat e Kurajshve ja kanë besu atë gjën më të rëndësishme që e kanë posedu një njerit i cili ka qenë kështu armik. Ka qenë armik i përbetuar në atë anën ideologjike. Ta armëdin qaq larg ka shku sa që kanë detu me vra. Edhe për kokën e tij kanë jap 100 deve. Ku më di sot me mot sa pasuri i bija. Çati ja kanë jap në fund ai ka shku, është bërë emigrant në Medinë, e ka kriju shtetin, kushtetutën me pagicat, me jehudët. Apo paraprakisht amanetet që ja kanë lënë, s'ka thonë pejmorën se këta janë qafira. Ja ka lënë Aliut, ka thonë ktheja këtije, atije, këti kaqe, ati aqe. S'ka marrë sepse paraprakisht s'ka dashur ta zgjë për veten. Çu do ta mësoj të thoya Muzemil. Ja ju el Muzemil vëllazë ta mëson me jetu për tjerë. Nëse jeton për veten, ndoshta jeton rahat kështu, po shumë i vogël vdesa. S'përmend kërkush. Po që është një arsye tjetër që më boti durim edhe mos me tani ju adhoni ul mukedhibin. Këta lemi mu. Këta lemi mu. Betejën kështu reale. Këta e zhvillojnë me mu. Domthon pejgamberi i ka marrë gjitha këtu ofendime e gjitha këtu pengesa për shkak të Zotit. O dhoni ul mukedhibin që ta mësojnë surën Mudaththir. Belen surën Mudaththir Allahu e bën domthon një personalitet kështu konkret. Dhërni wa man khalaqtu wahida. Këto le mamu, këto që unë e kum kriju vet. Ka orë këtë boti vetëm. Është për qëllim domethënë ai koka e atyre që i kanë drejtu këtu sulme, këtu orkestrime ndaj pejgamberit alayhis salam, Allahu po e përmend veçantë, po e përmend njëjës. Sura Muzammil para se me dal në mejdan, po dharni wal mukedhibin, edhe dharni kështu. Dhe mandi folet asë të cënë shumë diçka të madha, dharni, ti, re rahat, mos u merr me ta, gra i ka uzës, kjo ka uzë dhe ecë, unë jem ai garantusi, fattakhidhu wakila, e ke nënshkru këtë marrëveshje me këto nene. Re rahat, po ti bën punën tonë, a do vdesësh? Ka mundësi që të vrojnë, ka mundësi që ta organizojnë ai sulm, ta i kanë këta spionat që shiten let. Ta edhe të arrestojnë, edhe të internojnë, edhe të ndalojnë, edhe të përsekutojnë, edhe të vrasin, edhe të kërcënojnë nëpërmjet familjes, sepse i kanë ato mënyrat, mjetet i kanë shumë të sofistikume. Amo ti, dharni wa man khalaqtu wahida, atje në surën Mudaththir kur është hinë betejë. Pra, vëllezër, me e thonë pejtash, mos pelon të suiri. Kur pejgamberi alayhis salam është ballafaqu kështu realisht është habita. Domthon, as është e fuqishme ai nën toka e këtyre mujsharëve, e këtyre zaptuesve, sidomos atje në Palestinë dhe këto shtetet përreth, që falen natën këta prisat, ama ja kryen argatin atyre anej. Pejgamberi është habit, është shtanga, si ka mundësi çaq e fuqishme me qenë kjo organizat, domthon kriminale. Ama kështu mos mu duk me qenë e padukshme. Në shtangë. Dharni wa man khalaqtu wahida, sikur të Zoti mos gabo me u habit ose mos gabon kështu kuptimin gjithmonë i vëmendshëm, sepse kur e ka pa këtë mbretëni kaq e sofistikume, me as shumë njerëz cilët nuk duken, ashtu pejgamberi alayhis salam. Edhe këtu sikur se po i thot, o dharni wal mukedhibina, ulin na'me. Me përkthy me gjuhën tonë, ata kanë shumë kapital.
kanë shumë shoqata, shumë njerëz. E ke pa të shoqatat për shembull tek ne aty në Kosovë, në Maqedoni, në Shqipëri, se si vinë për shembull shoqat për mbrojtjen e qenve për shembull, ose për mbrojtjen e grave, ose. Domthon 1 miliard i ka tyra për shembull në vjet. E 1 miliard domthon është komplet aty buxheti i shtetit. Ku i marrë të 1 miliard? Dharni wal mukedibine, këta që përgënjeshtrojnë, këta që mohojnë, këta që tallën, këta që janë luftë me fen, ulin ni'me. Këta janë domthon milionera, miliardera, pika. Pa fund kanë kapital, pa fund kanë njerëz, pa fund kanë mjete. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ulin ni'meti edhe wa mahilhum qalila, lej ashtu afatizoj ti pak graj punës tonë. Lufta e vërtet, betejë e vërtet është mes meje dhe atyre. E tar Zoti po na jep disa pamje të ditës së Kiametit me tregu madhështinë e tij. Ama për këtë duhet bindje. Ja, fillon inna ladayna ankalan wa jahima. Ankalan o vëllezër është nuk e di a keni parasysh kafshës kur ja vendos atë pjesën me mbrojt se sa fuqishëm ja lidh, në mënyrë që mos me livrit, mos me lëviz edhe mos me ik, se si ngjitet ajo komplet në atë anën të majtë ose djathtë të fytyrës së saj, aq fuqishëm ma të shkopin kur ti e ngre. Allahu po inna ladayna. Mas mori inna me tregu se sa është e madhe ajo ditë, se sa është i fuqishëm e i parezistueshëm ai dënim. Ladayna. Mirë po ky dënimi në proncinë e kujna është? Proncinë tonë. Proncinë Allahut mandum. Enkele dhe ka pru shumës. Që i ngjiten kafshës. Rrjedhimisht dënimet pa imagjinueshme. Na i zotrojmë ato. I po përkëmlejnë ato i në ledejna, ama njëherë na jem ai burimi i këtyre gjanave. E dyta, dënimi nuk është do si do. Nuk është dënim kështu i thjesht. Bajagit do të durim, sepse Allah ka përmenë edhe këtë në Koran, o gjehime. Pra, enkelen o gjehime. Njëherë enkelen, tani gjehime. Pra, mjeti për mrenda mjetit. E cili është ai mjeti përfundimtar? Xhenami, gjehim. Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adhaban alima. Edhe ky ushqimi nuk është ushqim do si do i keq. E ke pa për shembull tek ne kur dojnë me helmu popullin, kur dojnë kadale me zvoglu popullsinë, me i zvetnu, me i smu, me i bë për shembull nevojli për barna, e tani kur edhe momenti kur trupi mësohet masi gjana kimikale, fillon edhe ma ndryshe me ndu gjanat, sepse është bë kështu njeri vegël e kësaj mjekësisë, e cila me këtë tanësinë e saj është ndorë në këtyre zaptuzve. Allahu me të njëjtat mënyra po ja jep atë peizazhin, atë pamjen, atë përfytyrimin që duhet me pas parasysh këta që janë kundër fesë, këta që ulen në për këto emisionet e paguhen mire, i marrin ato letrat e bardha, më duk që kanë dije, më duk që janë intelektual, më duk që lexojnë shumë, më duk që janë të artikulum, inna ladayna. Ama le ta dinë që janë luftë me dëshirën e lirë, me Allahun e mandum. Inna ladayna ankalen, ama edhe dënimet nuk janë do si do. Po edhe këto gjana që i keni në zotrim këtë botë, që Allah ja ka lënë përkohësisht, pra me pas mundësi, me i helmu njerëz, me i bot varën për varna, me i shkatru, me i zvetnu, me i zvoglu, me i smu, me u bo se vem ata me vdek, me u bo se vem ata me jetu të njëtën me dhimt, ose me mujt një dit me shiu, ose me mujt një dit me flajt, sikur se ndodhë në burzët e këtyre pushtetarve arab, cilët të përmjet dhunës psiqike i smuj njerëz, i spun për të njëtën, a i nuk mund të asnjëherë me qeni lumtur. Inna ladayna ankala. Ama për atë keni me ablogaritë Allah i mandum, edhe dënimet që i keni ba, edhe ato metodat e poshtra që i keni litësu, për me i shkatru e dënu e ku ta diun, për ato ka dënime atje, edhe që thojnë ulemat el gjezeu me njësë amel, vepra, ose shpëblimir si pas llojit veprës. Edhe për keq ka shpërblim, ama shpërblim
poshtrues. Inna ledejna ankalen wa jahimen, njëherë ti tregon llojet e dënimit. Ta tregon përfundimin veni ku kime nejt. E tani ato për brenda ati venit të shëmtum, ati djepit të shëmtum, ati burgut të shëmtum, të asoj bote, për kriminalet e dynjas, edhe ato është i farlej marketja, o ta amen dhe gussa. Edhe ato ka kështu ushqime që ti blen, le të themi, ose i përzedh, amo më shihet keqe, edhe normalisht poshtruese. Wa adhaban elime. Edhe në fund, tamam, wa adhaban elime. Njëherë, inna ledejna, na jem pronart e asoj dite, na e kemi në përgjithësi edhe përsi për këtë luftë e këtë betej, e në kelen, atë ditë, sikur se kafshës, sepse rronja e kësaj folje të asëcën këtë, pra parimisht edhe fillimisht, edhe para së gjithash, kjo folje të karat është përdor ajo që i vendosët von kafshës, mënyrë që ajo me qenë stabile, edhe i ngjitët komplet në faqen e saj, Allahu po të tilla dënime në xhenem të pamendume e të pa imagjinueshme më herët atje do të ketë. Për ta kriminela, për ta zullumçar, për ta që i kanë pas përsipër popujt e tyre në vend që ti udhëheqin, e ti ngrisin, e ti përndritin, e ti arsimojnë, të civilizojnë, ata e kanë bot këndët. Duke i lanë pa shkollë, duke i lanë ashtu të ignoranta, e pa dije, e pa ekonomi të mirëfillt, e pa mirëqenje, e pa shëndetësi, ata i ngrit. Inna ledejna ankala wa jahimen. Edhe ka pru ankalen, e ka pru dëmanë të pashume. Edhe ka pru masandej, me të regu njëherë burimin e kësaj pune, kush është ai që e zotron këtë punë, me ditë se sa i madh është ai e me kanë kini punë, tani me ta tregu llojin, edhe lloj pa shumë, ku me ditë se të këshilli lloj i ngjitjes së shuplakës është për qëllim ato. E kur merret vesh kjo? Në ditën e kiametit. Tani ta tregon marketin, ama e marketi i ka ushqimet berbat, i ka ushqimet e këqija. Nuk i ka ato ushqime që i keni pas në këtë botë. Domthon kallamarje, ushqime të mira, njaht, ndeti, larg njerëzve, larg popullsisë, me turproja, amo edhe atje ka market, edhe atje ka turproja, vetëse jo që kanë qef ata, jo që e kanë ndru ata, jo që janë tallë ata, jo që e kanë shfrytzu në këtë botë. Wa adhaban elime, dhe në fundet wa adhaban elime. Çka ka nevojë këtu janë adhaban elime. Mu ma sësën diçka, adhabin e limen, me gjitha vlezër, ajo ndjenja e mbrendshme, ajo mënyra se si tash këthaj qasë shpirtit të tyre, kjo është ajo dënimi ma flakrus, mu adhabin e lime. Përveç se kjo adhabin e lime të jap edhe që kur nuk e kanë menu që këtë dëmon ka me qenë përfundimi tyre. As shumë kanë pas dëmon privilegje, sa që një men kanë fillu me besu që edhe me Zotin i kanë punë të mirë, edhe me Zotin ja bojnë dyqysh. Wa adhabin e lime. Po ku ndodh kjo wa adhabin e lime, se këtë botë, domthon të duken pralla, yawma tarjuful ard. Qa ditë kur dridhet toka, dridhet toka edhe dridhen edhe shkaparderdhen, edhe bëhen sikur me qenë sikur ai leshi kur prishet, e ke posë si shkaparderdhet kodrat. O kanat il-jibalu kathiban mahila. Qatë njërë kur prishen, kur shkaparderdhen, qatë ditë realisht njeriu e kupton drejt këtë farë puna, edhe Allah i mandum përveç kësaj anës së qiellit, ajo që ende s'ka ardhur, ende njerëzit nuk e kanë po me sytë të tyre, nuk e kanë prek, ne jap një shembull gjallë me ju tregu kurajshve. Sepse realisht këto ajete paraprakisht fillimisht u drejtohen atyre, sepse ata ishin luftë të përditshme me pejgamberin selam, mirë, por këtë inshallah ligjëratën e ardhshme. Urujt i madh Zot e faleminderit nga thellësia e shpirtit.